Audio Jungle. Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit DTV Media dhe emisionit Dita me ne. Po takohemi edhe sot si çdo herë tjetër me mua Diore, natyrisht duke munduar që përmes musafirëve, bisedave dhe storjeve të bëjmë një pazite sa më të këndshme dhe më të rehatshme. Po besoj që edhe sot do të flasim dhe do të arrijmë këtij qëllimi. Sot do të flasim pikërisht për një ndër festivalet më të popularizuara ndoshta në vendin tonë. Do të flasim për Grand Fest, festivalin ndërkombëtar i novelës grafike, i cili sjell art që frymëzon dhe ndërton ura. E dim që nga viti 2019 në Kosovë organizohet me sukses ky festival, po për më tepër kam nderin që ta kem të ftuar sot drejtorin vetë dhe themeluesin e këtij festivali, zotin Gani Jakupi. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe çastjen e mirë. Merci. E përmenda që prej vitit 2019, prej fillimit, por ka arrit me mbjetu edhe goxha me pas sukses edhe sot. Po shkon edhe ma mirë. Alo ma mirë, a? Ashtë kjo si pasoje themeluesit? Jo, ka krejt një ekim braba saj, bërën vërtet tash unë jam themelusi, por nuk jam drejtori festivalit, jam drejtor artistik, kanë lënë pak anësh. Tash Ensara Haliti është drejtore ekzekutive, po dyti shumë të punu, po njoni dashke mu sakrifiku me nejta është të... Ka sakrifiku këtë vetë ajo, a? Jo në vërtet në qitë moment, se sot se kem paradite, kem një tjetër televizion, po tash u dashke me i koordinu me finansus të sa vënaj, se shka ke punë administrative. Po, e përmendëm pak ndoshta edhe një hyrje të shkurtër, por në pjalo dhe juve që me na tregu edhe shikuesve tonë që kanë dëshirë dhe kanë interes për Grand Festin, kur do të bëhet këtë vetë, qysh po shkojmë përgatitjet, e di që është një punë e lodhshme bajage që ndoshta ne nuk e shohim veç atë produktin final. Beseni që është e lodhshme, një close-up në fytyrë teme, një zoom, a? Një zoom e sheni sa e lodhshme, shumë e lodhshme, po që ka me bon. Në vërtet, një farë mënyre ambicioni e bën të lodhë shumë. Se mundosh gjithë në herë me bo diçka ma tepër, me shtu diçka, e natyrisht ajo e ka kostën e vetë. Si vjetë kemi prusirisi, kemi arrit me pas për një rezidencë artistike në Fransë, një njërën për festivalet më ndajë në Fransë, në Blois, në qendë dhe Fransës, edhe kemi organizu një konkurs për artist teatri, këtu për na interesojnë vetëm fillestar, se përdojmë me pa qëfar potenciali ka Kosova. Drejtori i festivalit Francesc ka marrë dhe ka me shpallë fitusin, nesër duhet në bashkëpunim me i analizue kandidaturat. Qka mu i me thonë të përpare, jam shumë i knaqën, nuk kemi pas shumë propozime, po që ato që kemi janë shumë të mira. Kanë qenë cilësore, a? Cilësore, sinqerisht, nuk kom pri që ka shumë. Kom pri diçka ma të ngath, ma fillestare, e më kanë dalë do propozime që në vërtet rezidencën du të me marrë veç një person, ama jam i sigur që nuk ka me kanë rivetmi, se në vitin ashëm ka me pas, ka një tjetër person. E që kam ka befasu që ashtu në të mirë, që kandidatët ma të mirë janë kom femna. Femra, a? Po. A është ndryshme të shta prej viteve tjera që ka pasur? Jo se për herë parë po hapëm konkurs, nuk kemi hapër para, po nuk e kum ditë fort se çfarë potenciali ka, se nuk kum takue autor hollë të romanit grafik, ose qasisirin dhe në ilustrime, se kemi, për shembull, ne po ekspozojmë një ilustratore në si vjetën, po marrëm gjithë nërë më me i ekspozua dhe autor të vendas, e kemi Rina Krasniqin, është fantastike si ilustratore, por nuk mirët me roman grafik, është ta në herë dhe ajo, ja fillon mu marë. Po këtu kemi do fillestare, do të kogjo të reja, 20 vjeqare, edhe që kanë kualitete, që drejtë më tonë për përzit e nërë, mi befasum edhe ideja është, për pos që mi që në rezidenca, me marë pak, me përcjell punën e tyne dhe se në pa mënyre që ata në avyjnë neve, se me organizu ekspozita, me pru artë ndërkombëtar këtu, është mirë se është një pasyre për i ofrojnë në diçka artistave tonë,
po me mujtë me zhvilluet e ata, s'ku menu, ideja është qaj e po shkojnë, ama s'ku menu që i vjen qatë shpejt. Kështu që tash, kjo po frëmzone ma tepër. Masa ne si vjetë kemi si, shmonë 2 pikat fort është, ose 3, tash kemi plotëve që, për e sjellëm, është diçka ekskluzive, për sjellëm në Prishtinë një oficer Ukrainas, që është plus edhe vizatus, edhe vizaton në për Llogore, në për Balt, në për podrume, në tumë, shef prej bombardimeve, unë punon në kushte lufte. Bile hallë me këshirë, kur ma kanë pa një gazetar, ma ka pas propozu vjetë, këthon mirë, interesant si teme pas një Ukrainas, po, masane, besa që shebim prej Ukrajine këtu, kur jenë front, nuk është dishtë të smunis, po shkoj me do ditë në Kosovë. Ajo është vendim që mirët në shtabin suprem të armatës. Që atë, aji do të vija? Aji ka marë, e kanë lejue, ble dje bisedësham një gazetare që u bepasëke që sa shpejt e kanë leju, po vjen edhe, po, a që ka deshta më thonë, kërë këm po vjetë vizatimet e tina, kjo mirë është, ideja është e mirë, po nga ta. Ma vonë, kërë më kanë tërgu edhe ma shumë vizatime, atër i këm hi punës, këm kontaktu, kemi arritë, kemi quftesën zyrtare, edhe e kanë lejue, e tani kemi gjetë fondet, e plus diçka që në atë moment në fillim, kërë kemi një sekund prit, kemi mi abotu qatë ditarë. Gjësisht ka me konë... E keni zgjedh me botu, a? Me botu, plus edhe me botu, natyrisht ajo është ditarë, është janë që 3 vjetë, se në fillim është angazhu, si kanë... Për fillimit luftës, a? Po 22-tër, pe shkurtit 22-tës, 2-3 ma vonë se kanë ditarë vetin, është në vizatim për ato, po plus ka kualitetet ndoja, ka detaje shumë interesante, është prekse, është një person që ka shumë humor. Se në situata tila nuk është tirë të smush, më bëha i gare kur të vranë gjinën për rrët. Ne kemi përjetu ato para 20 vjetë, dim që ka do me thonë ajo. Më të i përndërshta pikrisht edhe kretë ardashësit që e vizitojnë, ma ndej edhe historitë e përafërta dhe i bashkojnë njerës, sidomos traumat e përafërta. Absolutisht, po ti me kur e përjeton, unë e këmë bo një vepër për mas luftën e Kosovës, ata që këmë përjetune, po më kanë dasht një 10 vjeta, në 7 vjetë me i përvjel mongë, se nuk, kër e ke përjetu, është shumë traumatike. Te plus dhe me vizatu, po kjo e ka gjithë në mënyrë, kjo përshkën ka humori. Nuk bërë hajgare me atë kesi, po... Nështë ta mundohet atë anën pozitive me nëzira? Me gjithë mundohet që ato fakt ka do momente që të merës, e bon me ka duhet atë merën, po mundohet me folë për ato, i përqeshta të Wagnerit, të Rusëve, ka vene edhe për me i përqesh, po i të regon edhe momentu ku jënë të mërshme e të mështira, i bën hajgare me shok të vetë, po kur mënyrë në nënqmu se jo, po mënyrë me simpatike, me dashni e tjera, edhe është një vepër shumë humane. është kontinarsi me pregadit, me editu, se unë e plus e ku me editu, na po e funi fund të është produksioni joni, se aje ka bo në Ukrajine, pas kanë bo një edicion në anglisht, ama jashtë Ukrajine, po është na po imi të parë, bile po vjen një gazetar përgjesi për kulturë, i të përdishme së kryesore belge, po vjen apostafat. Sepse ndodhë në Kosovë për herë të para, po vjen... Ka qenë vetëm në Ukrajinë. Po, ajo bile edhe në Ukrajinë u dalë para 2 mujva, para 1 muja, diçka se është... Unë e këmë lypë dërshkrimet, nësim këmë marrë veç që ka to, edhe jam të punun to peji, kur keshu në Barcelonë, ne që 1-2 muj jam të punun to, e atje po më ka thomë doke që e kanë odale atje, po gati si në mënyrë simultane po nëzjerëm këto. Edhe po vjen edhe një gazetar freelance për Ispani që ka thonë që mund të me shkruaj për disa media franqeze ose gjermane, kështu që po rëzaton për këtuhit. Për këtuhit po shkon anej. Jemi të knaqen me ato. Jemi të knaqen për shkak se kemi përkëty një roman grafik të 2 autore franqezë, cilët e kanë bo një seri, se ata gjithë janë qift i vërtet, real, një jetën reale, edhe punojnë gjithë, punojnë, njoni është skenarist, tjetër është vizatuse, edhe kanë karrierë në vend në Damas. Po, kur bashkë punojnë, e kanë themilu një seri, e kanë kriju një seri
të romaneve grafike për femnat e rëndësishme në histori. Ama femnat që historia i ka harrue, që janë të rëndësishme, po historia i ka harrue. Edhe kanë pas kogjo sukses, po bojnë, këta i thënë, është një shprehje franceze, roman fleuve, ose spanjot thënë culebron. Roman fleuve është si luma, ma lumi madhë, diçka që së përfundon kur. E ky roman kemi hjek me to dhe me përkthime dhe me layout e me to. Është vetë me i përkthy? Jo ka përkthy, na kemi përkthy, po, na kemi përkthy, që kemi përkthysin ton të ati trumqi, por në gjemoni me ne është gazmen për lajove. Kështë është pjesë e ju, ja? Kështë juve ju takon edhe pjesa e përkthimit në këtë rast. Po. Na i blejnë atë drejtat për i botusit original, edhe i përkthejmë, botën këtu, edhe plus më së harrëm e thonë se, po me folë për një tjetër, ama kjo është me rëndësi, na i japëm falas. Na nuk i shesëm librat. Që është me rëndësishme, a? Dhe vlenë me ucegi gjithmonë. Po, se përshkak se do të me ditë lexuesi kur vinë, se është janë për ta na po dojna lypën financime, edhe s'po dojna me pas përfitime, s'kemi nevoj, edhe ideja jonë është me ngjall dëshirën me lexue, me ngjall interesin për një zhanër që është shumë e rëndësishëm, shumë është i fort për komunikime dhe për kulturët tona. E ajo ka, ai libri ka 568 faqe. Kom këshyr pak në për Google, jemi interesu, në Balkan nuk u botu hala kur një libër i që sa përmrej qaq voluminoz. Është Persepolisi për Marjan Satrapi, është para shkollë disa vjetë o kanë dalë një iraniane që ka rëfy jetën e vetë, për i kish 460 faqe. Ky i ka edhe një 100 ma tepër, ma shumë se 100, është punë voluminoze edhe janë në autor shumë edhe të mirë të zotë edhe janë të rëndësishëm në Francë, edhe në Francë e në Belgjikë, në gjuhën franceze. Edhe kemi tretë, në librin e tretë, në drejtoresha e rejkë prej që ardhë ka insistu që du të kemi edhe literatur për fëmi. Që jeni mundu edhe në atë pjesa. Edhe kemi marrë, masi që kemi përzgjedh, masi që kemi njësë me punu në tanë, në liber edhe me pregadit, kemi marrë veshtaj se ka botë madhe, po këj është vizatu si Mickey Mouse, këj përnër për Walt Disney. E kemi marrë një serit librave. Me interesi dhe mësë për edhe për prindër që përna shikojnë, që me ardhë edhe pas ka dhe gogjaj. Po ledvin ata se edhe për thmi tyne kemi literatur, se kjo ishte ideja e nësarës që me pas t'i drejtohemi edhe segmentit të fëmive, se funit ata sa do që jënë dëvajgjër, në organizojnë në workshop për ata për me zbavit, po ajo po donë me kryu interes të ata dhe gradualisht që edhe ata është në fatë gjatë, që ata kanë mujnë me kanë për tyne, mujnë me dalë emna 3 edhe që artistat 3 që ma vonë kanë me marë këtë lami. Që ka kemi të era se gjumon që shumë pësene po bojnë që kur do të me i spiku edhe po i harrojmë, a? Po i harroj, po. Ani mbetet që na me ardhë dhe me vizitu prej ofër. Ju lutem se të hapi është... Kur do të mbajet? Kur do të hapet? Në bibliotekën kombëtare, në ora 8 mramjes, mas asaj shkohet në galerit, jo në galeri, në salat fakultetit arteve, se... Dhe më thonë, mundemi me gjithë fillimisht në bibliotekën, Po, në bibliotekë kombëtare, aty bëhet si një lloj hyrje? Aty bëhet vetëm hapja, edhe bëhet shpallja e fitores të... Po dhe që ka me kanë fitore, edhe pse si djetë kur sot... A zvulove të shka po mdohet. Dhe që kemi pas që mënë kandidime shumë të mire. A kanë qenë pak më të forta këtë vetë, apo vjen ndoshta gara duke u bërë pak më e fort? Jo, na si... Apo është konkursi është i pari, po unë po thëmë vetë për shka kom njohë s'kom pritë që aqë kualitet mirë. E jam i knaqen aty, e maseni për aty shkojmë në fakultet të artë, aty e bajnë hapjen e ekspozitës, nesërmën të shtunën i kemi 2 konferencacion publike, është në ora 12 është konferenca me konferencë debat me autorin Ukrajinas edhe vizatusin kryesor, ilustratorin kryesor të seksionit të opinionit të gazetës përdeshmes kryesore spanjolle El País. Ajo është ka gati 20 vjetë, do këtë përnën aty Enrique Flores.
Me këta kemi bisedu për humorin në kohë të luftës. Enrique nuk ka përjetu lufta poshtë. Ilustron opinionit aty në që flasën për luftës, Ruslan Pihota, ajo është edhe artist, po edhe vetë lufton, po njeri që është bashkë në teren, e moderon jetë a gjara, kanë edhe publiku mund me bë pyetje, mund me marrë pjesë, kemi këgjo pritës model. Është një interaktivitet që ndodhë dhe që e bën alamat bukur, ndërsa si eksperiencë. Absolutisht, besoj që po. E ma kur të kryet ajo, kemi një pauzë vogël, mas asaj, José Luis Bocquet edhe Catel, këta autor të romanit grafik Josephine Baker, kanë me folë për racizmin, për femnat në histori, për rolën e femnës, edhe ka me konë një franqes i ka me moderu ato, e ka me folë për, a i ka me folë anë këta, ka me përqesh pyte, ka me prezentu vetë këtë lami, kështu që kjo mundet me ka një kogje pasën. Mramje e kemi, jem të folë njerëvesh për evente publike, mramje është projektimi i filmit Luksemburgjez, se nësa që një fort kinematografi në Luksemburgut, me autorin e skenarit, se është adaptim i një romani grafik që ka pas jashtëzakonisht sukses në Luksemburg, i ka shit 300.000 kopje, zi Luksemburg kam do këtë 600.000 banor. Kështu që do më thonë është atje jashtëzakonisht. Numër rekord, a? Po, edhe a i ka me majt një masterclass në Universitetin AB të Premten, mi adaptimin e një romani grafik në film, gjithësisht pe gjuhës grafike, në gjuhë filmike. I shu që përfitus që në kanë krejta, prej audiencës të vegjel dheri tek të rritërit. Që ashtu të vizatusi i Disney, ka me dhonë një workshop, ka me majtë një punëtori me mitë një shkollë fillore, ka me pas punëtori në përvende ndryshme, edhe e dilën në lokalet e Liberalis Dukagjini, ka mujnë me ardhë dhe me marë, se mujnë me marë, nështë ta kemi disa ekzemplare dhe në prezentim në hapjet festival, pa aty kanë me mujtë me marë ekzemplare, plus kanë me pas në nënshkrimet të autorëve. Kështë krejt, a ditë je në librarina, prej cilës orë fillan eventi? Prej orës 12. Prej orës 12. Veç deshta kësha dashtë me precizu diçka për ata të interesumit që për ndryshe pe literaturës të përgjithshme, ku nënshkrimi është një nënshkrim, edhe i tonë 2-3 fjallë. Në romanin grafik të bojnë edhe në vizatim. Që që është diçka ma... Një vizatim falas, a? Në të libri është falas, vizatimi falas, e këto për shamun në Fransë, ose në Belgjikë, ose në Spajnë, kur mahen sesione të nënshkrimeve, kanë gjonë e herë me ardhë gjinja me qantë, me prit me orë aty se janë të shumë të kërkume, e na po japën falas krejtë. Pa tjetër. Pikrisht edhe kjo është ndështë që e bënë edhe më unike krejt festivalin edhe këtë rast edhe interesimin e njerëzve. E dim që prej viti 2019 diri në këtë vit festivali vetë se ka evoluar, është bërë akoma më i sukses shumë. Sa po është e vështirë ndështë të përgjedhen pjesëmarrësit, apo sepse ndoshta mund të ketë edhe një numër të madh të interesuarve, edhe ndoshta është edhe një barë tjetër pikërisht përgjedhja dhe ndoshta krejt finalizimi, po themi, i krejt projektit. Po, është puna që na kemi kryu një fa reputacion, se kemi pru artist shumë të ndaj, kemi pru edhe fillestar në pikpame që nuk ishin shumë botime, po i kemi vlerësu që kanë nivel shumë mirë, kemi pas shpresa në kanë gjatë në disa raste që e kemi sjell një brazilian në 2019, që kanë sukses kogjo intim, nuk ka pas sukses ma, so kanë në stili mirë, por na pëlqeu, e në 2022-ën ka marrë shpërblimin më të madh në botë në këtë lami në Angulem, edhe ala është të dhonë turni në për botë, se tash s'ke shumë ujtë me sjellë, për shembull. Je pas një zonë para, a? Qartë kemi zonë sa... Para pikut. Edhe kështu që përgjithë, në anën tjetër për janë shumë të kënaqur me mikpritësi, se duhet me pas diçka parasysh. Kur shkoj për shembull në diku një festival,
para se në këshyre listën e të ftumbe, a kom shok, a ka shok dikon që kësha pas me qef me pa pe i kolegve, edhe këshyri qëfar reperkusioni mediatike, komercial, ka me pas ajo në vepër teme. Se me shku një katun edhe veç mja në shkru disa libra. Po besoj që nuk në gjallë dhe kërshërit. Jo, po edhe s'kam ko, kur je i zonën, tash ka nej filestari shku ku do që të thrasin. Po gjine që ka se thrasin shumë, ka të mushet agenda, do të me bile disa për shamë që i këshin pa që marë, po hjekin dorë për lanë për në vjetë tjetër se kanë shumë ftesa. E me arë në Kosovë, po nësë jam marrë një shok, po i marrëm zjedhëm gjithmonë, në plus edhe ishë karakteristike e Grand Festi që po getë që edhe në për masa botnore, për festivale tjera, na thrasëm musafir pe një diapazone shumë gjonë, që vetë kemi për shumë pe Lituanie, kemi pe çka kemi nëse Ukraina, francez, belg, spanjol, shkojnë qëpesh gati në të njëjta festivale. A është shumë, na kemi pru pe Tajvanit, pe Kubës, pe Suedie, pe Finlande. Cilat kanë qenë ndoshta përshtypjet ose pritshmërit që i kanë pas, sepse nga afër edhe ndoshta kanë nda edhe përvojat personale, bisedat. U kanë që më thonë 3 aspekte. Njona, pritshmërit s'kanë pas se kanë ditë. Unë në fillim i kumë fëtu gjinën që i njohë. Në më njësë pe qasa i baze që e arshin për shkak se i ftoj shaune. Po, kur në arë këtu, Kosova nuk ka bukurit më dha natyrore, nuk ka ndërtesa, arkitektur me impresionu, ama ka një farë gjallënije, ka një farë efervescente. Edhe krejt për shkojnë për këtu shumë të knaqën. Na po unohmi me i prit mirë, e ajo tash po mirë edhe vesh, se prap, sa do që e madhe është kjo që monë bashkësia autorve të romanit grafik, prap, kur më lidhëm në eventet ndoja, komunikojmë. E ishëm që tash me nësarën në Angulem në festival, edhe falë shumë me njënën që se kumë pas pa motë, ka shumë, ka diçka specifike në ato që i punën, thamë, po nashto këshum fëtu e shka, kur unë një zonë brapa një autor ispanjel, tha shko pa tjetër, tha se kur ma mirë s'kemi kalu se në Prishtinë. Një referencë e mira. Ajo është njënë për 2-3 autorëve matë njoftën, matë mirë spanjol. Kështu që gjinja po e mojnë men, edhe tjetër në që kur i përpos të njoftënit, unë në fillim kur i shavesh vetën me i përzjedhë, Lupqa gjimën si mas aso që ka e disha qëfar karakteri kanë. Ma ka pasyp njëherë ambasada franceze me thirë një autore, e unë informova për të se nuk e njosha, e kishë shumë sukses në atë kohë, i veta kolegët, se njosha, kërë më ka zunë për karakter saj, të shjo. Se jo, dhe më thonë, nuk përpusët ndoshta me... Da, ishë me një modhe, ishë interes gjyqë, shtojnë në këtu. Këtu du të marë sa ti, po si këtë për mene ishe shukt, ose ki interes komerciale, mediatik. Tu s'ka më marrë shumë që i ardhë në Prishtinë. Nuk flasin televizionet franceze, spanjole, britanike që ardhë dikush këtu. Edhe komercialisht tu s'ka me shqit kur gja. Na kur i blejnë në veprat, ne i jepëm falas, këtu si del kur falë levërdije. Tu du me ardhë dikush që i ka mendjet hapën, që i është i përzemër, ka që me bisedu, se i do të masanej i vinë autorët, edhe unë gjithë, e këmi sjellë tu në edicionin e parë një autor që quhet Herman, një belg, ajo është e vjetër, unë e peti ku mësu edhe vetë. Herman, ja. Po, ajo kemi fotografitë ku unë gjithë dhe ju ka spjegu këtu në Kosovarët, bili ma fonë, mua në ku, se kisha një letër me vetë, si dësha mi vëzatu, ju ka zu që ka po duhe. Që ka po duhet? Jafërt edhe me publikun, me njerës. Qashtu, a i ka reputacion shumë të kesh jashtë, kesh për shkak se gjinja se kuptojnë, se është, së mundot me abo qefin kërkujna, su ne doran arogancën, këtu që vetë bëhat një farmirë, a e mblonë vetën. Unë e disha që është i përzemërt në shpirt vetin. Edhe s'kisha pas gabuse, kur ardhë s'jedhë njërë përzemërt. E gjinën që janë, që di që janë në të ftoftë, janë të lartë, si bihe, që kam pëse mu lodhe, pse mi lodhe ata, pëse mu harqit na.
Edhe njëkohësisht me pas ndoshta një eksperiencë jo dhe është të mirë. A ka ndihmu edhe jeta ndoshta edhe në Spanjë pikërisht për këto lidhje që po i përmendni? Po në Spanjë unë jetoj në Spanjë, po në shua që unë ndërkohë punoj për tregun franco-belg, kështu që unë jam non-stop ose në Francë, ose në Belgjikë, ose po në edhe i njohë se vinë ata në Spanjë ku vinë, kështu që jam në mjedis, a jam ndihmon se unë në vërtet historia kësaj e themelimit të Grand Fetit është se isha i ftuar në Algjeri edhe e pasha më kishë seleksionu një gazetar franqez e ja e kryke atë punë për ta edhe pagushin kogjo mirë, kishë honorare shumë të mira, a punë e tina është me na kontaktu neve. Unë menoha që asë kom nevoj se unë e një personalisht, s'kom nevoj asë me kontaktu botusin, në shkoj drejt për drejt. Ose në i ras e kontaktoj botusin, që ato janë dosta. I thëmë Filoni, që të më kontakt me Filoni, se po më pëlqen puna e tina dhe ata më thënë, po që është shumë simpatik, është shumë mirë, ose të thënë, valla pak është qështu a qashtu. Shtu që s'kisha nevoj për ndërmjetësime. Ajo një më, naturisht. Pa tjetër. Pra, në fund të ditës, do të me qenë edhe njeri, po thoni, edhe i afërt, i ngrotë, sepse kjo vlenë. Kjo është e para, kualiteti parë është, mirë është me pas kualitet artistik edhe profesional, a me para me konë si person. Ok, kështë që do të me kujdes që shtilemi me njerëzit, apo jo? Edhe që shqipresim njerëzit, se më kujtu autorit spanjol në këtë ras që ka përmend dhe ka referu. Një ras konkret që tarë, se ka tjetër për pjatë. Po, ka për pjatë, ishëm njëherë një darkë dikun, ku më konë në Francë, edhe dikush diqka përmene që të tha, hishtë në bre, njënë e tha që konë tha, si Kosova s'ki kur konë, për zemërsin, për sjellën e mirë ndaj autore, pritjen e mirë, e kjo kryan një farë legjende. Pa tjetër, po më vjen mirë që pikrisht edhe puna e palotshme dhe po vlerësohet, sepse ndoshta edhe kjo çka ka më rëndësi në krejt në fond, sepse këtë mundohemi kur nuk vlerësohemi ndoshta. Po. E përmendet jetën në Spanjë dhe ndoshta midis Kosovës, Spanjës, pikrisht ndoshta si e shihni këtë evolimin e novelës në vendin tonë, novelës grafike në këtë rast? Pa na tashtu po hina dhe ma thellë se na kanë kontaktu nga Golemi që është festivali ma i madh botnor, është po në qendre, është diqysh si kanë në Francë edhe Oscari në Shtetet Bashkuara e tjera, e ai ka organizuar shtu, themelu që tash nëse e kanë nis, po aprovimi se mbështet Bashkia Evropiane, ka marrë më vonë, veç na kanë integruar në një rrjet prej 12 festivaleve botnore. Kështu që tash kjo ka më shku edhe të zgjanu, se kemi pas kontakt edhe kemi me kanë prezent në festivale tjera, kemi me iftu ata këtu, e kjo ka në mundësën edhe me bo për shamë një punë që s'kishim mujt me bo për para, se është edhe nga financore. Tash ta kanë në mundësu edhe me i botu autor të ri, me bo produksione personale, jo është se me i ble drejtat, vërtet drejtat janë, kur peshojnë që po i japëm falas, për nga marrë një minimum, për nga kushton një minimum, se licenca dhe falat për do të me i pagu, një rast nga kanë gjabi dhe falas nga ka dha një editor. Tha, mësi për një qitë punë, jarë ke mirë, se a i franqez s'kish kur farë interesi, s'kish me nxjertu, po jerë mirë, edhe, ose për shumë kemë pas drejtëresh në artistiket të festivalit të Angulimit u kanë një vjetë tu, se u kanë si kritike artit dhe u kanë pasarë me një vizatus, ajo masa se ku menu për pare, se ku menu këtë punë, po ka pashkrujt në për media që jemi festivali vetëm botë që edhe boton dhe ja falas libra, se atjertë i promovojnë librat e botuzve, vendas. A tjetër edhe presin edhe fitime në këtë rast. Natyrisht, se nxjerën për asoj, po s'po punoj, kemi pas disa biseda që me dhonë me partner që me bon një qmim simbolik. Jo, pse qmim simbolik se që me thonë shqiptar që veç koritësh. Se asta ata s'kanë me të pagu, se qmimet e Ramona Geografike jashtë janë ato që komerciale, do mënë shqitën ma shumë numër, ma të madhë, mujnë me zbri qmimin, mas pak janë 15 euro. E tjera shkojnë 20-30 euro, në asë një libre jeme së shqit, asë njerë, për në së shqit, po ta mënë,
për ma pak se 24-5 euro, të në 32 ma tepër. Ku mund është një Kosovari, ato më 32 së një propozon, po edhe 3 euro është shumë për ta. Në fillim që dash, nëse kryohet publik, kryohet treg, atër mund me hy edhe botusit profesional, edhe mas pari do të me kryu edhe ledzusin, do të me kryu edhe artistin, se pa pas diçka personale të metësh veç si konsumus i veprave që vinë nga jashtë. Nuk na interesën si kombë, nuk na interesën si identitet, edhe nuk na interesën as ekonomikisht se ti ka diçka që është një moment në modë, mundet me interesua ma kur s'ka mu lidhë mishnisht ledzusi me tënë, se nuk gjenë diçka të vetën, e ato e binë autor vendas. Pa tjetër. Edhe ndërsa kjo është një ndër arsyet pëse ne tentojmë apa dashje edhe pikrisht autor që i kemi, ndërsa që janë akoma më të mirë sa ata të huajt, nga njerë kemi tendencën për me i neglizhua, më përpara ndërsa e blem një autor që ka një emër, se sa një autor që për një me din me shujtë edhe të fasionan. Ndërsa rishtazim më ka raqë tash në fund me marrë një autore Majlinda ka qenë Bregazit, cilin e kam ledzu edhe më ka fasionu, edhe nuk e di pse kemi këtë tendencën që ndërsa autorët, ndërsa i kapim të paret në raft, autorët huajt. Paj puna e Granfesit ka me ndrua këtë kahje. Barem në lamin e romanit grafik. Si jemi në lami tjera, s'mujna me garantu kur që, ma në romanit grafik sa të egzistojnë, na sa të punojnë, na që ka të mujna na me bo, e joni ka me kanë që me ndru këtë tendencë, me ndryshuaj. Pa dyshim është një ndikimi madhe edhe tek të rinjt, edhe artistat e rinjë që e sjellë, edhe po besoj që ka ndikim edhe personal Granfesti për mi motivu, sidomos të rinjt edhe artistat e rinjë. Si se keni pa ndërshta këtë vërdje? Qëllimi jonë është qaj, po më doke që po jarrim, po pse të flasëm, të shumë rezultatet edhe e shumë me ku. Oke, flasim të hanën. Pa tjetër. Unë s'po dyshoj që edhe këtë vit ka me pas suksesin e merituara. Cilat janë disa prej mesazheve ndërshta për fund, zoti Gani, a mundemi krejt ata që kanë dëshirë me ofru aty dhe me shiku dhe nga afër, e sidomos ndërshta në nxallin më shumë këshri biseda që do të zhvillohen. Po, absolutisht. Besoj që ka me konë interesante. Le të vinë në bibliotekë kombëtare të shtunën Pejros 12, në kohë dreke Silana me shkue, ndërkohë kanë me mujtë me kalunë. Që janë edhe të pushushëm sa dohet. Edhe në duka gjenë mujnë me ardhë për në nëshkrime, kështu që edhe natyrë në hapje, më njërë se ardhën. Faleminderit shumë, zoti Gani, që keni pas kosët dhe për kundër krejt angazhimit, unë e di që ndërshta ju kemi mundu pak këtë ditë para se me fillu, kështu që jemi shumë mirë njës. Është pjesë e punës, e na punojna për publikën, për do të publikët me jaba me dje. Pa tjetër, edhe ne mundohemi edhe në këtë pjesë, që jemi jashtëzakonisht mirë njës, edhe jurojmë shumë suksese. Faleminderit shumë. Falimderit. Falimderit edhe ju shikus që keni qenë gjatë gjitha i kohë me neve. Ishim zbashku me themelusin dhe drejtorin artistik zotin Gani Jakupi, që nga të regoj paka shumë dhe detaje rreth Granfestit që pritet të mbahet këtë premte. Falimderit shumë, ju presim edhe ne atje ku do të shihemi me shumë gjarje unike që përmendi edhe vetë themelusi. Falimderit shumë, nga unë Diora pas ditet të këndshme.